Ju përshëndes shikues të ekranit të Premium Channel. Ja ku I takojmë së bashku si çdo ditë tani më nga hëna në të premten në ekranin e vetëm dedikuar turizmit. E pa diskutim në nisje të sezonit veror, Antalya është kryefjala për shkak jo vetëm të resorteve me 5 yje të cilat ju tani më jeni njohur jo vetëm sezon pas sezoni, por gjithashtu edhe nëpërmjet eksperiencave tuaja, por në fakt në nisje të këtij sezoni, ndryshe nga herët e tjera, përveç se kemi një shport shumë herë më të shumëllojshme sa I takon në resorteve, ka edhe çmime promocionale të cilat vlen të theksohen dhe vlen të përftohen në nisje të këtij sezoni. Unë kam kënaqësinë të kem të ftuar në studio Rominën, e cila jo vetëm do të na njohë në fakt me mbarvajtjen e deri më tanishme, por gjithashtu edhe me dy oferta shumë speciale. Mirë se erdhën në studio. Mirëse u gjej, gëzohem që takoj sërish. Edhe për mua shumë kënaqësi të kem për herë, jo vetëm për të na informuar lidhur me mbarvajtjen e sezonit deri më tani, por gjithashtu edhe për ofertat të cilat ju me shumë kujdes I përzidhni dhe I sillni për të gjitha audiencën. Por si kanë nisur rezervimet deri më tani? Rezervimet kanë filluar që në janar në fakt, dhe ne jemi shumë mirë duke ecur me to. Gjithmonë klientët kanë kërkesa, veçanërisht për muajt korrik gusht, ku ne kemi dhe nisjet më të shpeshta për 2 destinacionet tona, por edhe për nisjet e qershorit dhe të majit kemi pasur goxha rezultate të mira dhe charterat janë pothuajse plot. Nisjet e para janë të mbushura dhe janë klientët atje duke shijuar pushimet verore. Nga qershori fillojmë me 4 deri në 5 nisje në javë charter në Antalya direkt, kështu që kërkesat vazhdojnë në rritje. Çfarë ke vënë re, le të themi, ndryshe ose ndonjë kërkesë specifike në krahasim me sezonin që lan pas? Unë di që për ty është disa sezon tani më në Vastur, kështu që mundesh edhe lehtësisht ta bësh diferencën, apo vijnë të mbeten të njëjta kërkesat? Po, kemi, në fakt nga viti kaluar, vazhdojmë të kemi kërkesa për hotele të ndryshme, duke qenë se këtë vit kemi shtuar edhe numrin e hoteleve tona ekskluzive dhe gjithashtu kemi shtuar një numër të gjerë të hoteleve në portofol. Kështu që klientët kanë mundësi të zgjedhin. Kryesisht janë kërkesa për familje, por edhe të rinj të vazhdojnë na mirëpres na presin e rezultatet tona, do me thëmë për një ofertë sa më të mirë, duke qenë se dhe shërbimi tashmë që na karakterizon ne, është vit pas viti dhe gjithmonë na zgjedhin duke sugjeruar nga miqtë të tyre. Dhe klientë që kanë qenë vjet absolutisht ja sugjerojnë të tjerëve, shkoni me vasin sepse aty do kënaqeni dhe shërbimi nuk mungon dhe të gjitha zgjerat pastaj ngelen në dorë, thjesht të shijojnë pushimet klientët. Cilat le të themi kanë qenë ato zona që ndoshta janë kërkuar më së shumti tani në nisje të sezonit, sepse pa diskutim dhe çmimet janë shumë herë më të arsyeshme, ku ndoshta në disa zona të caktuara ku deti është pak më I pastër dhe resortet janë, le të themi, disi më elitare, ofrojnë çmime shumë herë më të mira. Po, kryesisht në fillimet e majit, në charteret e para të majit edhe në qershor, kryesisht ne sugjerojmë zonat që kanë të bëjnë me zonën e Alanias edhe Sides, duke qenë se temperaturat janë më favorite. Ndërkohë, për Kemerin kemi pas shumë rezervime, po gjithsesi ajri është pak më I freskët edhe familjet stepen pak kjo pjesa se mos ftohen fëmijët, sepse kujtojnë se klima është një lloj si këtu në Shqipëri, dhe është ajo është psikologjike fakti që ju duket herët akoma për pushime. Kështu që kryesisht I kemi zonën e Alanias e kemi plot, ku kemi dhe shumë hotele ekskluzive dhe produkte shumë të mira, të rinovuara dhe klientët kanë mundësi domethënë të përzgjedhin aty. Po edhe zona e Sides, Belekut vazhdojnë të ngelen on top për shitje. Ndërkohë disa miq të mi që në fakt janë duke shijuar pushimet e tyre në Antalya tani, po më thonin jo më larg se sa dje që do donin dhe kishin në plan që të bënin guida jashtë resortit, duke qenë se temperaturat tani janë shumë të favorshme për të shijuar ndoshta edhe qytetin që nuk është I mbi populluar nga turistët, por edhe për të pasur një eksperiencë disi më ndryshe dhe për të njohur jo vetëm resortin në cilin ata kanë zgjedhur për të pushuar, por gjithashtu edhe qytetin.
ka raste të tjera të shumta në fakt ose i kërkojnë më së shumti tani guidat se sa ndoshta në pikë të sezonit? Po, guidat tona janë atje për t'i asistuar klientët edhe për ture që dëshirojnë të ndërmarrin, madje ata i sugjerojnë që në ditën e parë, pas takimit me klientën në aeroport, dhe i sugjerojnë që shiko, është mirë që t'i prenotoni që tani, sepse është me vërtet një lehtësi për klientët në mënyrë që ta shijojnë edhe qëndrimin në resort, po edhe turet ekstra që ofrohen jashtë resortit, njojën e qytetit, veçanërisht të Sides, Alanias, ka disa ture shumë specifike që klientët i zgjedhin edhe i kanë qef të shijojnë, domethënë edhe tani. Kështu që janë asistencë, janë guidat, për çdo gjë ata kontaktojnë me ta, dhe jemi shumë. Në fakt po, orientimin e kishim marrë nga guidat dhe po më thonin që na kanë dhënë një libër në dorë me kaq shumë guida se që nuk po dim se çfarë të zgjedhim më përpara. Kështu që mirë është që ka shumë opsione edhe për të shijuar përpos atyre 7 ditëve të cilat pa diskutim janë relaks brenda një resorti, por për të marrë një shije pak më ndryshe. Por ne në Shqipëri nuk e me llogarisim dot faktin që të rim thjesht të qëndrojmë në një resort dhe ashtu pa dal pak lëvizur pak nga resorti, se na duket sikur jemi të mbyllur diku. Por kjo varet edhe nga resorti, sepse kur ka resorte që janë shumë të mëdhenj me hapësira të gjëra, normalisht këtë gjë nuk e vere fare ti edhe nuk e nevojë fare për këto turet ekstra. Por gjithsesi, 7 ditë qëndrimi detyrimisht e detyron klientin që të zgjedhë edhe një tur jashtë resortit. Qoftë për njëjën e qytetit, akvariumi është shumë i preferuar, edhe turet të tjera, turi me vark, me anije që bëjnë ata në Side dhe Alania veçanërisht, edhe organizohet edhe ditën e diel, ku edhe eventet që ndodhen në hotel janë pushim. Kështu që e përdorin si mundësi që të dalin jashtë resortit. Sa kaq më përmendë që disa resorte janë aq të mëdha se që pa diskutim që ndoshta një javë nuk do të mjaftonte për t'i parë cep më cep, edhe jam e bindur që Rixos Premium Take Europa është një ndër ata. Po, absolutisht, Rixos Premium Take Europa ka hapësirë shumë të gjerë. Është qytet më vete. Është qytet më vete dhe ka një aquapark ose një aquapark sikur është në The Land of Legend. Do me thënë, aquaparku më i madh që ndodhet në Tekirov është tek Rixos Premium Tekirova. Kështu që duan vetëm për të qenë aty klientët, do shkojnë edhe nuk ka nevojë fare të dalin. Por ndërkohë a është një lloj e vlefshme oferta që për të gjithë ata që shkojnë dhe pushojnë tani tek Rixos Premium Tekirova kanë mundësinë e të pasurit akses tek The Land of Legend pa pagesë ekstra? Po, patjetër. Hyrja ke The Land of Legend, në akomodim ke Rixos Premium Tekirova është free dhe gjithashtu është organizuar nga Rixos direkt njërë javë nga Tekirova për shkak të vendodhjes që ka pak hapësirë distancë, po. Po, distancë, kështu që vazhdon të jetë free. Për gjithë ata që duan të argëtohen më shumë se jashtë limitit, do me thënë, mund shkojnë ke The Land of Legend. Për mua është i viti i 4 që bëj ofertën e ditës dhe për të 4-tin vit radhazi, Rixos Premium Tekirova qëndron on top. Pse preferohet kaq shumë ky resort? Rixosi është realisht resorti ndër më të mirët, ku kombinohet shumë mirë, qoftë luksi, standardi shumë i mirë, klima, ajri i pastër, deti i pastër, dhe të gjitha këto domethënë bëjnë atë që e kërkojnë vetë Rixosin pa menduar 2 herë. Duam Rixos edhe kaq, domethënë mjafton. Nuk mund t'i japësh një diçka më mirë se sa thjesht Rixos. Se dhe vetë qëllimi i Rixos është që të ofrojë shërbimin dhe të bëjë klient familjar me resortin dhe jo të hikin për diçka më mirë, sepse nuk do gjejnë më mirë. Do çaloj diku puna, qoftë ke shërbimi, sepse edhe resortet e mëdha, pavarësisht se përpiqen kur është fluk sezoni, detyrimisht do të lëjnë diku, nuk po flasim për pjesën e pijeve apo ushqimeve që i kanë cilësore, po flasim për pjesën e standardit që ato ofrojnë, shërbimin që ofrojnë, përgjigjes që ju japin klientëve. Kështu që janë të gjitha këto që bashkojnë disën Rixon si on top. Po, në fakt, siç edhe ata e thënë, një mënyrë jetese dhe jo vetëm një resort për të pushuar. E në fakt, unë gjithmonë e nis keq ofertën e ditës, se sa herë them që Rixosin do ta lë për në fund, sepse nëse flasim për Rixosin vështirë na pëlqej gjë tjetër, prap filloj dhe vë atë në qorët të vëmendjes. Por di që ofertat këtë vit janë shtuar në sport dhe kemi plot resorte të tjera ku një ndër to është dhe Bosforus, apo jo?
Po, Bosphorus Sorgun Hotel është në zonën e Sides. Edhe ky është një hotel shumë i pëlqyer, edhe për shkak të afërcisë që ka me aeroportin, domethënë ndodhet rreth 1 orë larg aeroportit të Antalyas, ndodhet në zonën e Sides, ku klientët kanë mundësi të vizitojnë dhe qytetin e Sides antik dhe ujvaret që janë aty, apo ture të tjera. Bosphorus është një resort shumë i mirë, i cili ka aktivitete, frekuentohet shumë nga të rinjt. Ka çdo ditë gati animation team që organizon evente aty në mënyrë që mos i lej klientët fare të mërziten. Ka alegri, është hotel standardi shumë i mirë. Kështu që të gjitha këto është i përshtatshëm si për familjarët dhe për të rinjt. Po, absolutisht, edhe për familje, sepse ne shqiptarët nuk duam, domethënë rradhen ato shqiptarë që duan të pushojnë edhe të rinjt thjesht në qetësi, domethënë e dim që nëse do zgjedhin një nga hotelet si puna Bosphorus, do shkojnë edhe do kënaqen. Edhe për pjesën që janë familjar, se në fund ditës edhe Bosphorus ka kids clubin e vet, që fëmijët mund të rinë aty, kurse prindit të merren me aktivitete të ndryshme që Bosphorus ofron. Edhe eventet në darkë, ne na pëlqejnë si shqiptar që të ketë pak zhurmë. Kështu që pse jo, domethënë është një produkt shumë i mirë që duhet përzgjedhur. A është i pozicionuar në vit të parë me datin? Po, është në vit të parë me datin, ka lumin përpara, kështu që është edhe në pikpamje, edhe dhomat i ka shumë të mira, është i tërheqës për klientët, por edhe feedbacku që ne kemi pas nga vitet e kaluara, qoftë nga guidat tonë, qoftë nga klientët, na kanë thënë që shumë i mirë pse nuk e merrni si ekskluziv, sepse duam ta kemi me ju si shërbim, kështu që në këtë vit e morëm, që klientët tanë mund ta shfrytëzojnë këtë rast. Dëshirat urdhër në këtë rast, të cilat janë zbatuar me sukses për sezonin. Po, absolutisht, sepse ne jemi për klientët, ashtu si klientët që na ndjekin në çdo vit, kështu që janë reciproke gjërat në këtë rast. Faleminderit shumë që ishe me mua dhe që ju vetëm sollëm këto dy oferta shumë të mira për audiencën, por jam e bindur që herën tjetër të na sjellësh oferta edhe më të mira, por edhe më të lira. Po, patjetër. Premton besoj. Po, patjetër, pse jo? Domethënë, të gjitha ofertat vijnë nga hotelet dhe ne mundohemi që t'i suportojmë maksimum klientët tanë me kërkesat e tyre, kur janë grup i madh, sepse ndodh që familje, fiset të tëra duan të rezervojnë për data të caktuara në të njëjtin hotel, në mënyrë që ta shijojnë në maksimum atë alegrinë që ofron, domethënë pushimi. Kështu që ne kemi ofruar shumë oferta dhe do vazhdojmë të ofrojmë në varësi të kërkesave të klientëve. Faleminderit shumë. Të lutem, faleminderit ju. Kështu kemi mbërritur në fund me ofertën edhe për ditën e sotme. Në pjesën e poshtme të ekranit si gjithnjë tani më gjeni të afishuara edhe çmimit, për gjithashtu edhe datën e nisjes charterave për katës, por edhe për ju që ndoshta nuk kapni dot të njëjta data, në numrin e telefonit mund të kontaktoni dhe të përzgjidhni vetë paketën e cila ju përshtatet më së miri me datat tuaja, me çmimin, por gjithashtu edhe me shumë vlefshmërinë e përzgjedhjeve. Unë sa kaq që lë sërish takim nesër në të njëjtin ekran, në të njëjtën orë këtu në Premium Channel. Deri atëherë, mirupafshim.